Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 25 janar të 2026. Duket se është një ditë e veçantë në llojin e vet, sepse mund të flasim shumë për sa përket kësaj dite ku gjërat janë ndryshe e mendojmë, ndryshe veprojmë, sepse disa gjëra mund të jenë në favorin ton, por në anën tjetër mundet edhe të kemi dhe kujdesin, kemi vëmendjen në gjërat që ndodhin. Megjithatë, është pikërisht kjo ditë, data 25, ku dielli në një kënd që bën tek ujori, që takohet me Plutonin, kjo do thotë një ditë që ka të bëjë shumë me ndryshime. Ajo që neve nuk duam të na kontrollojnë, ajo që nuk duam të ndryshojmë punë, por në anën tjetër ne mundohemi që të jemi sa më të qartë, të saktë në ato që neve duhet bëjmë. Por në anën tjetër është një mundësi, është një kohë e artë mbi ndryshimet dhe mbi vendimet që merren në anën e punës, në anën e karrierës, në anën e ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Megjithatë, ky moment dhe kjo kohë është një kohë që rezulton në favor dhe në disfavor në disa raste, por mirë është që neve të bëjmë një përmbledhje çfarë duam të bëjmë, ku duhet të shkojmë dhe sa jemi ne të gatshëm të përgjigjemi kërkesave që të tjerët kanë apo ne ndaj të tjerëve. Dita e diel e datës 25 ka një kuptim ndryshe. Kuptimi ndryshe çfarë nënkupton? Nënkupton se nëse nuk jemi gati ose duam ne të arrijmë diku, neve duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi të vëmendshëm. Nëse duam vetë neve që të jemi në atë drejtim, në atë pikëqëllim që i vëmë vetes, atëherë në lidhje me punën të rëndësishme ose dokumentat të rëndësishme nuk flasim, por i realizojmë vetë neve dhe pastaj ekspozojmë ose bëjmë diçka tjetër. Është koha më e mirë kjo, domethënë që të jemi sa më të qartë. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave ose të biznesit, kjo ditë ofrohet dhe jep disa kënde që mund të jenë në mundësinë e vet dhe në kohën e duhur, por megjithëse kjo do të thotë në lidhje me kujdesin që do të bëjnë shenjat, vëmendje do të thotë më tepër, sepse varet edhe nga tek takimet ose në ndikimin ose ç'është presioni, mos thashë, mos e vrisni mendjen fare. Shenjat siç janë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, diellin ascendenten e këto shenja kanë të bëjnë shumë dhe ndikimet të tjera që do të kenë gjatë rrugtimit, siç janë Dashi, Binjakët, Peshori, Shqiptari, përken gjithashtu janë më mirë me diellin ascendenten e shenjën e tyre, sepse mund të zgjidhin një problem ose kanë pasur një çështje të madhe dhe nuk është akoma në zgjidhjen e tyre ose nuk kanë arritur për të bërë zgjedhjen e duhur, por gjithsesi koha ka treguar që fati do t'ju jeni atje ku dëshironi dhe rregulloni. Tani fillojmë pa humbur kohë, por para se të fillojmë parashikimin, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni parashikimet e tajuara, është pikërisht kjo faqja roz, astrologu.al. Duke klikuar dhe duke parë mbi planetet ose parashikimet ditore, javore, mujore, gjithçka doni i keni aty, duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar, jeni gati pastaj për të folur për gjërat që neve kemi në dispozicion mbi hartën tuaj personale dhe flasim nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë duke na bërë subscribe. Ja, pikërisht është butoni këtu. Duke na bërë subscribe, jeni gati pastaj për sa i përket çështjeve, për sa i përket mesazhit dhe jeni gati pastaj për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Që doni në kohën që ne jemi drejt për së drejti, pra jemi live dhe ju doni dërgoni një mesazh, atëherë ja, kemi këtë butonin këtu. Duke na bërë subscribe, e klikoni, e shikoni dhe dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen, sepse duke na bërë një subscribe edhe juve merrni përgjigje në kohën çdo kohë që jemi live, edhe çështjet e tjera mund të zgjidhim bashkë. Por juve që doni që nëse keni një problem ose diçka papritur, atëherë
membership, kemi butonin që kemi atje, dhe duke e klikuar dhe jeni gati pastaj për të u regjistruar dhe merrni përgjigjen në emailin tuaj. Pa humbur kohë tani, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se është një periudhë tani, është një periudhë ku gjërat duket se ka një ndikim mjaft të mirë, është pozicionimi i planeteve, juve ju jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet, mbi ndryshimet të mëdha që vijnë rreth takimeve, punës suaj, karrierës, se lidhet shumë me karrierë. Kjo është një diçka mjaft solide dhe mjaft pozitive në ndikime dhe në favorizime që juve keni, duke pasur parasysh edhe takimet dhe bisedimet nga më të rëndësishme që mund të jenë në anën tuaj në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të ditëllit parë dhe ujor duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit janë ndikime, janë favorizime, periudha ku ndodhin fenomenet për 1000 arsye, sepse tani për tani është një periudhë që vërtet kërkon kujdes, kërkon vëmendje në lidhje me takimet edhe në lidhje me ndryshimet që do keni tani e tutje, ku është koha juaj momenti më mirë i mundshëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Meqense për binjakët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, por kërkohet vëmendje në lidhje me disa takime që për juve mund të jetë mjaft ndryshuese ose ndikuese në lidhje me takimet e punës, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse një nga mundësitë që ju jepen është pikërisht tani kjo periudhë, është koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në biznes. Lidhjet që kanë bëjë me dashurinë është me bricjap dhe me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Përsa përket gaforeve, meqense gaforet tani për tani luajnë një rol shumë të rëndësishëm në anën ekonomike, luajnë një rol shumë të rëndësishëm mbi biznesin dhe karrierën e tyre, sepse kanë një karrierë, janë të karrierës dhe kanë atë mundësinë e artë përsa përket zhvillimeve, ndryshimeve dhe çështjeve të mëdha financiare të biznesit. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të ditëllit parë, me ujor të ditëllit tretë, është diçka shumë perfekte dhe mundësi e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe me akrep të ditëllit të parë, është kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe gjërat e tjera që kanë të bëjnë në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe me akrep, është mjaft pozitive dhe mjaft ideale në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e luanëve. Për luanët, nëse mundësitë janë dhe koha premton, është dhe koha e duhur pasditja, sepse edhe bisedimet bëhen më të qarta, bëhen më pozitive, sepse e diela shihet shumë përsa përket takimeve të veçanta në lidhje me punën dhe kohën e duhur. Por gjithashtu juve jo se është dita juaj, se dita e diel është dita e diellit dhe juve keni guvernatorin, dhe kjo ju ndihmon dashmase për të parë dhe rezultuar në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, dhe që kanë të bëjnë me peshk dhe me binjak, është e marrë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Përsa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se kanë mundësinë tani në këtë periudhë, është një moment mjaft i mirë, edhe pse duket se disa ndikime, disa vendime, disa impulsivitete që rriten nga tani e tutje, është një mundësi, është një kohë që barazon, rezulton, rregullon në gjërat që kanë të bëjnë, por duket se kjo periudhë mund të japi mundësinë dhe kohën e duhur mbi takime, mbi vendimet me anën ekonomike financiare dhe me një takim të rëndësishëm që do të keni të njëjtën në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shikjetar dhe me dëm, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Përsa përket peshoreve, peshoret duket se kanë mundësi, kanë rëndësi të veçantë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet dhe
Ka dhe gjë tjetër, ajo që los një rol shumë të rëndësishëm në anën ekonomike financiare për ndikimet dhe ndryshimet që kanë pasur në lidhje me çështjet e takimeve dhe të bisedimeve të mëdha që ndodhin, dhe kjo bën që juve të keni mundësinë, keni kohën e duhur për të zgjidhur disa probleme, dhe është një ndikim mjaft pozitiv dhe një ndikim mjaft ndikuese, por në anën tjetër mund të rregulloni, stabilizoni gjërat e juaja në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep, dhe diçka të tretë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Akrep të dashur, nëse juve doni të edhe dëshironi të zgjidhni disa probleme, disa çështje juaja që mund keni, por dhe mundësi të tjera që do të ndikojnë, është dhe momenti dhe periudha, koha, zhvillimit të ndryshime të mëdha që mund të keni në momentin e duhur, në kohën e duhur juve i zgjidhni gjërat që keni, sepse është një moment mjaft i mirë, surprizues në njëra anë, dhe momentin që keni në anën tjetër është dhe koha mjaft e mirë për të stabilizuar dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdim në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditës të parë, me akrepët e ditës të tretë që është perfektja, por një nga ndikimet më të mira duket se është me Dem të ditës të dytë. Vijojnë tek shenja e radhës, do thotë shenja e shqiptarëve. Shqiptarët e dashur, duket se si ditë e diel është një ditë ku gjërat mund të jenë ndryshe për ndryshe, ose mund ta kuptoni në farë mënyrë, është momenti juaj për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe aktualitetit. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dash duket të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Vricjapi. Për sa përket Vricjapëve, meqenëse Vricjapët tani për tani nuk është se kanë një problem shqetësues ose diçka që nuk rregullohet, nuk bëhet, por është momenti mjaft i mirë për të marrë frenat në dorë, për të parë se çfarë doni të bëni në vazhdimsi, sepse dita e sotme shihet shumë për përgatitjen, ose para përgatitjen e ditës së hënë, ku gjërat do jenë krejt ndryshe në situata të ndryshme që mund të diktojnë, por gjithashtu është edhe momenti i duhur në lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të merren dhe kohën e duhur për të zgjidhur problematikat e ndryshme. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep, diçka të tretë është diçka perfekte, por një kujdes bëjeni sot se ka për t'ia fletur nesër. Ajo që është më idealja është bashkim familjar, që është me dash të diçka të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Çfarë ndodh me ujorët dhe ku ujorët bashkohen dhe ku ndahen? Ujorët bashkohen në ndikimet pozitive, japin zgjidhje problemit. Ndahen nga njerëzit negativ, nga mashtruesit apo nga njerëz që janë vetëm për veten e tyre dhe jo për të tjerët. Ujorët e dashur, keni mundësi ditën e sotme që juve të nisni diçka të re lidhje me punën që juve keni, sepse gjithmonë juve jeni një hap para se çfarë ndodh dhe e dini shumë mirë, dhe kjo do t'ju ndihmojë shumë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën më të mirë të mundshme që mund të keni në fushën e karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Binjak dhe me Akrep duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Për sa përket shenjës së peshqve, duket se peshqit tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me gjëra që do të ndikojnë tani e tutje, nuk diskutohet që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me anën e financave, por nëse do të flisnim për sa përket ndryshimeve, sepse do të kemi ndryshime, nuk e diskutoj, por duhet pasur kujdes në anën tuaj, sepse lidhje me biznesin ka mjaft të çështje problematike, ka mjaft gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, për një arsye apo për tjetër, çdo gjë mund të shkonte mbarë, çdo gjë mund të ishte mjaft e mirë, por peshqit janë intuitive dhe vuajnë shumë në fakt. Por kjo ditë e diel është një ditë që ndihmon në lidhje me frymëzimin e punës, lidhje me ndryshimin, lidhje me takime shumë të rëndësishme që mund të keni në anën tuaj, dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon jashmase në të vendime që do të merrni dhe në këto çështje që ju keni. Është momenti i duhur sot, sepse sot nga paraditja deri nga ora 16:30, nëse do të keni takime, bëjini këto takime se kanë për t'ia vlerësuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjërat shumë
të mira dhe kjo do të thotë që vërtet tani është momenti i dur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave dhe të lidhje me biznesin, sepse biznesi është ai që ju bën të ndjeni mirë dhe të keni mundësinë për zgjidhur çështjet problematike. Kurse në fushën e dashurisë janë dy gjëra kryesore për sa përket për shembull nëse duam ta bëjmë një çat madhe, për supozojmë që vërtet neve kemi mundësinë ose vërtet ne jemi me fat sepse një unaz, shkëmbim unazi, një njëjë familje serioze, bashkim familjar, duke se kjo ditë e sotme përket me diçka të tillë, por mirë është nga ora 12 deri në orën 14:30, është një orë fantastike, është një orë shumë e mirë dhe tepër pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në gjërat që do të bëni, por pozitivi dhe gjërat që do të keni mundësitë e arta që vijnë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv me anën ekonomike financiare, me biznesin dhe me kohën e duhur, sepse lidhjet afatgjatë, momentet kyçe që juve keni në lidhje me punën dhe vendimet. Ndryshimet që do të bëhen tani e tutje, sepse java fillon me vru dhe kemi dhe shumë gjëra të tjera do flasim për këtë ditë, por dita e sotme shquhet shumë për mendimet të pozitive, për mendimet të mira në rolin drejtues, në gjërat që do të keni, edhe pse me vështirësi që keni pasur, por mund të bisedoni, sepse është mirë të bisedoni dhe të dini se çfarë doni të bëni me anën tuaj. Është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket këtyre çështjeve. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj shenje, një ndikim mjaft i mirë, por edhe në bashkim familjar me peshore mos e humbisni sepse është një kohë shumë e përshtatshme. Pas se ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj që për ju që doni parashikimet e detajuara astrologo.al, atje mund të klikoni dhe të shikoni duke klikuar, zgjidhni paketën tuaj numër përkatës të blerjes dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it për çdo paketë që juve dëshironi të blini dhe të flasim në detaje për çdo gjë që juve ju intereson. Për ju që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve dhe jeni në kërkim për të bërë një për të dërguar një mesazh dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe ja siç e shikoni direkt dhe subscribe të gjitha, ja pra, e keni atje, jeni gati pastaj për gjithçka që juve doni dhe dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Jo një rrotulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.